Stresi është mënyra se si trupi ynë reagon ndaj presioneve të jashtme apo të brendshme, siç janë problemet në punë, ato familjare, situatat e papritura apo edhe ngjarjet pozitive të ndodhura në momente të caktuara. Duke u bazuar në jetën dinamike, ka shumë njerëz që pjesën më të madhe të ditës e kalojnë në punë. E psikologu Ilir Havolli tha se në disa raste, stresi në punë mund të jetë shkaktari i uljes së motivimit dhe rritjes së gjendjes së ankthit. Stresi i punës renditet ndër faktorët më të mëdhenj që ndikojnë në shëndetin mendor të popullatës. Ajo kur zgjatet, kur është prezente për një kohë bukur gjatë tek individët, shkakton ankth, shkakton ulje të përqendrimit dhe në raste madhore shkakton edhe depresion. Ne do të kuptojmë se stresi është një pjesë e pamohshme dhe e paevitueshme e jetës sonë. Ne do të adaptojmë teknika të ndryshme për menaxhimin e stresit dhe ta kthejmë këtë stres në energji pozitive. Për të mos lejuar që stresi të ndikojë në jetën tonë në një afat të gjatë kohor, Havolli tha se ekzistojnë disa mënyra për menaxhimin e stresit. Metodat më efikase për menaxhimin e stresit janë ndarja e punës nga jeta personale, pastaj organizimi i ditës dhe veprimtarive ditore, po ashtu edhe veprimtarive të punës, po ashtu aktivitetet e ndryshme fizike të cilat ndikojnë që të lirohet serotonina dhe të rritet disponimi tek individët, po ashtu kemi edhe aktivitete ndryshme apo teknika të relaksimit, që është teknika frymëmarrjes për shembull ose teknikat e meditimit e tjera, po ashtu kemi edhe një mundësi ose një teknikë tjetër që është komunikimi i hapur, sepse ne zakonisht kur përjetojmë stres ne duhet të hapim me individ, me miq, me shokë që thjesht ne ta zbrazim atë energji të brendshme e cila neve është duke na mundu dhe neve na drejton drejt mendimeve iracionale së të gabura. Tutje psikologu Havolli shtoi se stresi është pjesë e pashmangshme e jetës së përditshme, por menaxhimi i tij i duhur mund të bëjë ndryshim të madh në mirëqenien tonë mendore dhe fizike.